brenda vendit ton zhvillohet një betejë ashpër në mes të kompanive të cilat kanë në pronësi autobus. Vite më parë patëm denoncuar një situatë ku në rajonin e Prishtinës ishin përdorur edhe armët në mes të kompanive që operojnë përreth kësaj zone. Konfliktin e mes të kompanive të autobusëve në disa raste janë shndruar edhe në tragjedi, ndërsa shteti, si regulatori këtij tregu është treguar i pafuqishëm për të vendosur rregull në disa raste. Për të qenë të qartë, transporti publik me autobus është i rregulluar dhe shteti në këtë rast, Ministria e Infrastrukturës dhe komunat janë autoriteti i cili përcakton linjat, oraret dhe rrugët që përshkohen nga autobuset. Por në terren, ky sistem i përcaktimit të linjave nuk zbatohet në plotëni dhe si rezultat, qytetarët paguajnë më shtrenjtë e bizneset të caktuara edhe përjashtohen nga tregu për shkak të ndikimit të fuqishëm të disa kompanive tjera. Sonte do udhtojmë në rajonin e Prizrenit. Atje Ministria e Infrastrukturës ka licencuar një kompani të autobusëve e cila do e lidhte Prizrenin me autobus nëpërmjet autostradës Ibrahim Rugova. Të jemi të qartë, për momentin Prizreni ka lidhje me autobus me Prishtinën vetëm në rrugën e vjetër, e cila është rreth 2 orë rrugë dhe kalon nëpërmjet disa qyteteve. Arsye pse kjo ndodh është se institucionet e sigurisë nuk kanë arritur t'i garantojnë operim pa pengesa kompanisë e cila ka fituar të drejten për operim nga autostrada. Sipas rregullave, Ministria e Infrastrukturës në vitin 2023 hapi thirrjen për linjat të autobusëve të cilat lidhin Prizrenin me aeroportin dhe Prishtinën. Fituesi i thirrjes ishte kompania nga Ferizai me emrin Plisi. Kompania, edhe pse ka fituar të drejtën në operim, shoferët e kompanisë dhe pronarët u sulmuan nga disa persona vetëm për faktin se ata nuk ishin nga Prizreni. Sipas një dosje të prokurorisë që e kemi siguruar, me datën 4 mars 2024, një inspektor i komunës e kishte ndaluar autobusin, ndërsa pas hapjes së derës, 3 të dyshuarit antarë të familjes Gavazaj dhe një antar i familjes Kuqi futën në autobus dhe grushtojnë antarët e familjes Mustafa. Ky incident sulmi shënon edhe fundin e linjës së autobusëve për Prizren duke përdorur autostradën, që nga ajo kohë, kompania që e ka licencën ndihet e pasigurt për të operuar. Në momentin që i njëjti hin me autobusin e tina në stacionin e autobusave, nga disa kompani që operojnë aty, janë organizuar dhe është sulmu ai dhe shoferi tina edhe kondukteri. Pastaj rasti ka vazhdu për këtë rast, jenë jep deklaratat në policinë, prokurori, dhe kemi pat rastin e dytë para 3 muajve afërsisht, dhe me të hyrën në stacion të autobusave, ku kum qenë edhe unë së bashku me ta, e kemi nalë në peronin që në është ndan nga stacioni autobusave autobusin dhe me të dalë nga aty, kanë ardhur të njëjtat kompani dhe kanë bloku autobusin e tij me autobusa për të gjitha anet, dhe në një është ndalur përpara dhe i cili deklaron se i është prishur autobusi. Po ashtu, ajo për mua që ka qenë shokuese, ka qenë kërcënimet kanë vazhdu edhe në atë moment, edhe ata kanë thonë që nuk mujna me leju as një kompani tjetër të operoj për pas nesër. Çdo kompani këtu që operon këtë stacion është kompania e cila do të na keson neve, do të na pamundson neve punën në këtë stacion. Po me çfarë të drejtë ata e bojnë këtë punë? Mendimi tyne është sepse kompania që merr licencë do t'i dëmton ekonomikisht ata dhe do ta kenë të pamundur me realizu të hyrat mjaftueshme siç kanë realizuar deri më tani. Ani pse kompania që ne përfaqësojmë e ka marrë vinë edhe përmes autostradës, ndërsa këta kanë përmes rrugëve lokale. Çka i pengon këta me pas linja nëpërmes autostradës kur këta vinë edhe bëjnë 2 orë gjysmë i Prizreni, hinë ka qyteti i Shtimës, Lipjanit, vazhdojnë edhe vinë në Prishtinë? E vërtet, këta e kanë ndronë se kompania që pastaj do të vazhdojnë përmes autostradës, do të merr një numër të tyre të udhëtarëve dhe këtyre do t'ju bie puna. Është vetëm kjo arsye, po për mua është më shokuese në këtë kohë si i lejojnë ata më organizu në mënyrë të tillë,
edhe si nuk ndërmarrin hapa konkret edhe prokuria dhe policia, sepse ne, pasi kemi marrë gjitha informacionet si avokat që ka ndodhur një herë, kena kërku asistencë edhe pi prokurisë, edhe pi policisë në rastin e dytë me na monitoru dhe nuk ka ndalë me na monitoru derisa ka ndodhur problemi. Shikus të ndëruar, qytetarët e Prizrenit do duhej të kishin të drejtën që të udhëtonin shpejt dhe lehtë me autobus duke përdorur autostradën. Kompanitë e cilat operojnë nga Prizreni kanë vendosur që duke përdorur grushtat ta ndalojnë kompaninë që operonte nga autostrada. Kompania për shkak të pasigurisë ka vendosur ta pezullojë aktivitetin, ndërsa prokuroria ka ngritur një akt akuzë për 4 persona. Linja nuk operon, ndërsa Ministria e Infrastrukturës ka heshtur për të ndërmarrë hapat e tjerë. E tërpuna tash i është lënë organeve të ndjekjes. Ne kemi ndërmarrë veprimet sipas autorizimeve ligjore, kemi bërë shpalljen publike për interesimin e operatorëve në linjat Prizren-Prishtinë për autostradë dhe linjat Hane-Lezit Kaçanik Prishtinë në për autostradën Arbër Xhaferi. Deri më tani nuk kemi pasur ndonjë operator të interesuar prej Hanit e Lezit që përshkon domethënë trasen autostradën, ndërsa ka autostrada e Ibrahim Rogova, domethënë linjat Prizren-Prishtinë, kemi pas disa operatorë të interesuar, ka rende valide që operatorët i posedojnë dhe operimi prap, siç thashë më herët, domethënë është në kompetencë mbikëqyrje të organeve të kontrollit, këtë rast Departamentit të Inspektimit dhe Policisë së Trafikut. Është evidente që kemi pasur disa të paktën edhe përmes njoftimeve zyrtare nga operatorët të cilët posedojnë rendet për autostradë, që operatorët e trasës Prizren Suarek, domethënë trasën e vjetër, cilët në farë forme ndihen të pakënaqur në raport me funksionimin e linjës, sepse konsiderojnë që do të jetë si trasë e vdekur dhe duhet bërë një analizë më mirë fillt. Pikërisht për autostradën Ibrahim Rugova, është një kompani që ka aplikuar për gati 2 vite, ajo thotë që nuk po mundet me operu për shkak se ka qenë nga regioni i Ferizajt dhe disa nga operatorët atje në Prizren e kanë penguar, madje edhe ka pasur sulme fizike ku sot ka dhe një akt akuzë ngritur për disa prej tyre. Kemi disa operatorë faktikisht, si kemi pas edhe informacione që operatorët kanë filluar të mbajnë të ushtrim veprimtarinë, kanë hasur në pengesat e të operatorëve. Nuk është në mandatin kompetencën tonë, është kompetencë të organeve të kontrollit dhe organeve tjera kompetente që besoj që janë duke drejtuar rastin. Por derisa operatorëve nuk i krijohet kushte, atëherë domosdoshmërisht duhet kërkohet mbështetje nga mekanizma të tjerë, institucione të tjera kompetente. Në gjurmimin tonë kuptojmë që ky problem i nisur në vitin 2024 ende nuk ka marrë zgjidhje finale. Në akt akuzën e prokurorisë në Prizren thuhet se anëtarët e kompanisë nga Ferizaj u sulmuan nga 3 anëtarët e familjes Gavazaj, Meritoni, Valmiri dhe Samiu, e po ashtu edhe Faton Kuqi. Lidhur me sulmin dhe mos operimin e kompanisë nga Ferizaj në Prizren, deklarimet e të përfshirëve në incident janë të ndryshme. Sami Gavazaj, i cili është edhe përfaqësues i shoqatës së Prizrenit, thotë se kompania e tij që 30 vite i mban ato vija të udhëtimit dhe se s'din kush ja ka dhënë kompanisë nga Ferizaj ato linja, që atij ja kanë marrë bukën e gojës. Pretendon gjithashtu se është duke e mbrojtur bukën e fëmijëve të tij. Lidhur me akt akuzën, ai thotë se nuk e din se pse vetëm 4 persona janë aty, ndërsa atë ditë aty kanë qenë mbi 50 persona. Jo dhe vlla, gabimaj ka inë vija tona, qysh me leju në atan. Qysh në vijat juve, ai po thotë që për autostradë ka pas me operu. Edhe licencën e ka për autostradë. Si në autostradë, si kështu njëjta. Me që me 1 minutë nisë, ku shi për shemë kënina ka autostrada, s'ka dallim aty 5 minuta vetë mas shumë. Ju pas ki akt akuzë për këtë punë? Po më në gjukat që imi në kanë qunë policinë neve, i kemi qunë atë, ankesat e të në të kemi aty. A i di fort mirë që i gjitha pengon. Du të me nërë në kena. Që 30 vjetë në kemi shta vijat. Na i kemi largu ata 20 vetë, ku nuk o stora keqe. Nuk kemi kalu me një grusha kalu, e ku stora keqe, se po ta mërë bukun për gojës. Kush ka faj nderum, që ju e keni marrë ligjin dur? Ka faj, në të vina të ministrisë aty, se s'ka nërë ministrisë.
Jo be vëlla, të stash apet I kanë qitë, ku kush s'ka konkurue. Çdo vjet dalin ata. Po s'konkuron se s'veleni. Këta qështu parësytohen. Se mos ta mbrojnë të ka me mbrojnë. Bukun e fëmijëve mi, se mos ta mbrojnë, shku me bënë. Po veçinderu, nëse ai ka licencë pagun taksa për me operu edhe ju nuk e leni... Na paguajmë me një orar, nuk ka të jetë, o vëlla. Po, në licencë nuk po thët që është me një orar, po thët që është në rrugë tjetër. Ajo është në rrugën e autostradës. S'ka ka mënë, ti si shkove me lirë, si shkove me shkove me një banesë, ki me shkove. Sipas asaj që e thot Gavazaj, kompanitë nga ky qytet kanë vendosur me sfidu autoritetin e shtetit dhe me pengu linjen e licencuar, se nuk do e lejojnë operimin e kompanisë nga Ferizaj në linjen Prishtinë-Prizren, e thot edhe akuzuari tjetër Faton Kuqi. Ai pretendon se një kompani e prish punën e mbi 50 kompanive të tjera dhe se jo vetëm këtë kompani, por asnjë kompani tjetër nuk do e lejojnë të operojë aty. Na kemi bërë protestë, do me ndaluat çat ku shkon çaj personi që ka ardhur me moj çat linj. Se për shembull? Po, që sa e mon çat linj neve na paralizon punën. Na jem azhat operator që do të më mshel na krejt nëse lejojmë ato me punë. Po ai thotë që s'ju kish pengu juve për shkak se ka apliku për autostradë. Ai po që ajo është sensa që ai na pengon krejtë. Nuk lejojmë më ardhë me na prish edhe që të ras, edhe që pak punë që I kemë më ardhë dikush me na prish. Tash pse I teke dikuj në marrë diku një vit e autostradës. Të më do krejtë trasën do në paralizon. Po nuk është se I tekët, ato linjat I ka qitë ministria, nuk I ka caktu aj. Po, jo ministria I ka qitë. Edhe në mëjnë më apliku mi mora të vija, po ne nuk aplikojmë për kuqë. Pse? As nuk kam I morë, se paralizohet trasa që I kemë. Na jem të shku në Prishtinë, s'ka nevojë me shku tjetër ka. Pse për me caktu jo këtë punë kur shteti ka caktu që edhe për autostradë me pas linjë? Po shteti mas pari do të me na siguru punë neve, tani në qile autostradët ma që. Amo me punu s'kena me lo me punu. Jo to, për shdo që vjen që ato. Na veç shka mujna me po mu shtëri paratina I të na shket. Në ishës s'ka. Po me qëfar të drejte pe menon I ndërum që keni të drejt ju me bo këtë punë me nalë dikan tjetër? Po unë kam drejt me bo protest, sigur çdo kush ka drejt me bo një protest. Po pra po thu që se len me operu edhe kof me ardh dikush tjetër. Absolut, kërkush hiq. Absolut. Na fizifikisht s'kena me prek. Po protest s'kena me bo. Protestat deri thumë, mo kështu s'ka mu i thaj. Amo me bo protest edhe me thonë që se la me punu, janë dy sene pak të kundërta. Po ka lloj proteste bërë. Të grumbulluar në grup, pronarët dhe antarët e familjes që operojnë me bizneset autobusëve në Prizren I kanë dalë kundër Ministrisë e Infrastrukturës në licencat e saj për operim të autobusëve nëpërmjet autostradës. Sipas docës së prokurorisë, pasi një inspektor nga Prizreni ndaloi autobusin, pronarët e kompanive grushtuan pronarët e autobusit që kishin licencë nga Ministria. Për shkak të probleme me sigurim fizike të licencuarit e Ministrisë kanë ndaluar operimin. Në gjurmimin ton kemi kontaktuar edhe me të akuzuarin Valmir Gavazaj. Aja ka pranuar në deklarat në prokurorisë se e ka goditur me grusht një antar të familjes Mustafa nga Ferizaj. Por Valmiri, kur u kontaktua nga ne, tha se janë shtyr brenda autobusit dhe nuk e ka goditur askënd. Na dip, na kemi dhonë verdiktin tonë për në prokurori, në gjykat, I kemi dhonë ata faqësit tona që kemi pas. Na jemi konë bita vëtë veta, atë nuk jemi konë veç na, po unë e konë kry ata në gjykat, në pas temës. S'kam shka fuli ma tepër për këtë temë, apo kuta. A e keni sulmu ju? Po na e kemi sulmu edhe kemi pranu faqësin çka kemi thonë gjykat. Po se unë për e shoh që ti në deklarate pas ke thonë që e ke rrok me grusht. Ja, jemi shtynë me zveti na, nuk e këmë thonë deklarat, jemi shtynë. Po veç që këtu po thët në deklaratën I pandehuri Valmir Gavazaj, veç ta lexoj çfarë po thët, në atë moment kam hyrë unë dhe e kam goditur këtë person me grusht. Mi shtynë me zveti. Jemi shtynë vëlla, se kemi rrok kështu. Ju po thuni aty nikon 80 vet. A keni dal ju me pengu ato mos me lan me operu, a për çka keni dal aty? 80 vet. Për çka? Por tashti e din ata për çka, apo kupton? 80 vet kemi dal çaty. 80 vet jemi konë, se s'u kon puna vetëm te Valmiri ose te dikush tjetër, apo kupton? Okej. 80 vet jem bo aty unë desh me marrë 80 vet, po tash ti nuk e di unë çka u bo aty.
Ndërsa Meriton Gavaza i thotë se nuk e dim se është në akt akuzë. Ai aty ka qenë sikur edhe mbi 50 personat e tjerë dhe nuk e ka sulmuar askënd. Unë veç komunimi komunimi së vë ma madhe, më dhe nuk është që ka edhe kumë pas në sen i involvu në aktivitar me protestu në mënyrë paqësore, po tani aty është ka lejtë situata pi plotëve, jo veç pi neve familjes tonë. Që aty nuk u kanë veç familja jonë, nuk kanë për edhe transportus me familjar. Tjetër koshe njëse na e hangrën, dy që shke, ma hone i që asë s'kum pas bëj me ta, si më po i qisi që pa që i përshim, që më kopi punës që ashtot. Sulmi kishte ndodhur në prezencën e inspektorit komunal të komunikacionit në Prizren. Në cilësinë e dëshmitarit, ai ka treguar para policisë e prokurorisë qysh ka ndodhur ngjarja. Ne kemi tentuar ta marrim një deklaratë nga inspektori, por zyrtari i komunikimit me publikun në komunën e Prizrenit, Ymer Berisha, tha se duhet i referohemi vetëm deklaratës së inspektorit në organet e rendit. Avokati i kompanisë nga Ferizaj ka ankesa edhe në trajtimin e rastit nga organet e rendit dhe gjykata e Prizrenit, e cila ende nuk ka caktuar seancë për shqyrtimin e rastit. Çka ka ndodhur me akt akuzën që është bë? Tash i pritet me fillu shqyrtimi gjyqësor, deri me tani nuk kemi ndaj kërkesë, e kena njoftu prokurorin dhe gjykatën që ne përfaqësojmë palën e dëmtuar, por deri me tani nuk kemi ndaj caktim të shqyrtimit gjyqësor. Pse është vanu ka shumë me 2706 ka ngrit akt akuzat viti 2024. Sikur që drejtësia të kesh bë punën e vetë dhe duke patur parasysh se kem bojmë me lëndime e qartë që kem bojmë me lëndime të lehta, po në grup të organizuar me dëme edhe të mëdha materiale është dashur minimalisht ju caktohet nga 1 muaj deri në 3 muaj para burgim dhe ne besojmë shumë që s'do ta kish përsërit asnjërin nga ta. Vetëm për të ju rikujtuar shikues të nderuar, 2 autostradat e Kosovës nuk shërbejnë për linja të shërbimit të transportit ndërurban, sepse kompanitë nuk hyjnë autostrada, por rrugëve të vjetra. Kjo e bën më të gjatë rrugën e udhëtarëve drejt Prishtinës dhe Anasjelltas. Në Ministrinë e Infrastrukturës për problemin e kompanisë nga Ferizaj nuk premtojnë zgjidhje. Ata premtojnë zgjidhje dhe krijem të linjave në autostradat e Kosovës. Ne do të bëjmë një analizë mirëfillt edhe me mendimin e mekanizmave të tjerë, domethënë instrumente të tjera që kemi në këtë rast me ambasadën zvicerane, po kemi pas mbështetje edhe domethënë kemi kërkesë edhe tek Banka Botërore që ta bëjmë një analizë mirëfillt të rrjetit ekzistues dhe infrastrukturës rrugore dhe kërkesat e qytetarëve që linjat jenë në funksion sa më të mirë për lëvizjen e qytetarëve që shfrytëzojnë transportin publik dhe domethënë plani i mobilitetit, kuptimin të jetë i qëndrueshëm, të jetë i ndërlidhur me rrjetin komunal, sepse sipas legislacionit domethënë rrjeti komunal i komunave gjëse duhet të jetë në harmoni me rrjetin tonë qendror, që të jetë i gërshetuar dhe të jetë në funksion të lëvizjes dhe të mundësisë së lidhjes ndërmjet linja komunale edhe nivelit, domethënë rrjetet linja ndërurbane, që qytetarët të shfrytëzojnë linjat dhe tash jemi duke shkuar nga aspekti i digitalizimit dhe kemi pas edhe promovim domethënë çështjen e lidhjes biletave që me bazë unifikimin e biletave edhe nivelin qendror, edhe nivelin domethënë rrjetet linja ndërurbane me ato komunale dhe të jetë një transport i integruar. Shikues të nderuar, trajtimi i këtij hulumtimi na tregon edhe një herë dështimin e shtetit për ofrimin e kushteve të barabarta të punës dhe mënyrën e trajtimit të këtyre raste nga organet e rendit.